Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Ardhja në jetë e një fëmije është ngjarja më e bukur për çdo prind dhe sigurisht më shumë intensitete përjetojnë ata që bëhen prindër për herë të parë. Për këtë arsye, sot në programin Këshilla mjekësore do t'ju njohim me disa këshilla se çfarë duhet të blejmë ose të bëjmë gati përpara se të vijë bebi në jetë. Për të gjithë ju nëna të reja që nuk keni dieni dhe ende jeni në dilemë se çfarë do të blini dhe çfarë jo për të pritur në jetë pikërisht për të pritur bebin, ne do t'ju japim disa këshilla se cila është lista e gjërave të domosdoshme që ju duhet të keni parasysh për t'i siguruar përpara se sa bebi të vinë në jetë. Së pari, duhet të merrni tryezën e ndërrimit të fëmijës. Sigurisht, tryeza e ndërrimit të fëmijës është e rëndësishme, sidomos duke pasur parasysh që nënat kanë edhe dhimbje të vazhdueshme shpine 6 muajt e parë. Prandaj rekomandohet që tryeza e ndërrimit të fëmijës të merret ose mund ta merrni edhe hua tek ndonjë shoqe që ka lindur më përpara. Së dyti, është shumë e rëndësishme që ju të merrni edhe karrocën për bebin, me cilën sigurisht do të filloni shëtitjet e para me bebin tuaj. Së treti, xhepi i kangurit mund të përdoret sapo ka lindur fëmia dhe normalisht është i domosdoshëm dhe i dobishëm. Jo vetëm është i rehatshëm dhe thjeshton lëvizjet e të rriturit, por mbi të gjitha përforcon edhe lidhjen fizike të fëmijës me prindin. Mund të përdoret qysh në shëtitjen e parë që bën bebi. Vetëm se duhet keni parasysh të dashur miq se mund të zgjidhet në përpjestim me peshën e fëmijës kanguri, sepse ka disa modele që mund të shërbejnë për mbajtjen e fëmijëve të lindur para kohe. Së katërti, krevati i fëmijës duhet të jetë të paktën 110 cm, sepse do të shërbej derisa fëmia të shkojë 4 deri në 5 vjeç. Anët e krevatit duhet të respektojnë një distancë jo më të madhe se 11 cm, sepse në fakt kaq është edhe perimetri i kokës tek i porsalinduri, sepse rrezikon që koka e fëmijës të ngecë midis ndarjeve të anëve të krevatit, prandaj rekomandohet që të jetë të paktën 11 cm, por jo më e madhe. Së pesti, ndenjësja ose koltuku i fëmijës kur shëtit me makinë mund të përdoret deri në moshën 4 vjeçare kur fëmia rri prapa në makinë dhe deri në moshën 10 vjeçare kur fëmia mbahet para. Sigurisht më e sigurt është të mbahet fëmia prapa dhe kështu e thot edhe legjislacioni shqiptar. Kjo karrike mund të shërbej edhe për të shëtitur fëmijën ose për ta lënë të flej aty për sa kohë ne ja lejojnë pikërisht to për masa të kësaj ndensje. Ajo është e përshtatshme sepse zakonisht fëmia ndihet më i qetë kur mbahet në pozicion me duar dhe këmbë të mbledhura, siç ka ndenjur në bark të nënës. Ky është një pozicion në të cilin ai jo vetëm qetësohet, por edhe në të cilin harxhimi i energjive dhe i oksigjenit është më i ulët. Interfoni është një mjet i dobishëm, por jo i domosdoshëm në fillim të jetës së bebit. Ai lejon që të dëgjohen të qarat e fëmijës kur ai është në dhomë vetëm, pra lejon një kontroll me anë të zërit që kur fëmia në rastet kur ne nuk e mbajmë në dhomën tonë, por e lëm në një dhomë të veçuar. Por përveç se fëmia sigurohet, në këtë rast ai ndihmohet edhe në zhvillimin psikologjik. Së shtati, panolinat. Panolinat ose pampersat që janë një përdorimshe duhet të blihen në një farë sasie për t'i siguruar gjithmonë, pra për t'i pasur gati, dhe sigurisht mjekët këshillojnë, pediatrit këshillojnë që këto panolina të jenë të njëjtës markë dhe të njëjtit lloj në mënyrë që të ruhet sa më shumë lëkura e bebeve. Rrobat. Është mirë që të merren trup, pra bluzë dhe tuta bashk ose badi siç quhen ndryshe, dhe që mbërthehen dhe zbërthehen kollaj. Fëmijës nuk i pëlqen veshja dhe zhveshja, atij i pëlqen më shumë të rri lakuriq. Rrobat e fëmijës është mirë të jenë prej pambuku dhe jo prej leshi. Ato nuk duhet të jenë tepër të trasha, sepse fëmijët e vegjël nuk djersin dhe nuk e kontrollojnë dot vetvetiu temperaturën trupore, pra nxehen kollaj nga veshja e trashë. Lidhur me madhësinë e rrobave, keni parasysh se pesha mesatare e një fëmie është rreth 3.3 kg dhe gjatësia mesatare në lindje është 50 cm, ndërsa rrethi i kokës, pra perimetri i kokës, është afërsisht 35 cm. Dhe nëse rrobat i përmbushin këto lloj standardesh, pra janë me këto përmasa ose edhe pak më të mëdha, sigurisht ne mund t'i marrim dhe mund t'i përdorim për bebet tona të dashura.
Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.